Po e prej shiritin e kuq për urues jo fort larg shkollës që e mban emrin e të birit të tij, Florian Ischinger. Diplomati i njohur gjerman Wolfgang Ischinger ndjehej krenar që gjendej në mesin e Slatinasve, ku i biri i tij vite më parë kishte kontribuar shumë në ndihmë për anasit e Kaçanikut, sidomos për komunitetin e doganajve dhe Slatinës së bashku me organizatën Kap Anamur. Gjatë bashkëbisedimit mes tij dhe zëvendës ministrit të infrastrukturës dhe kreut të komunës, u tha që asfaltimi ka kushtuar 160.000 euro, ndërsa shumë shpejt pritet të asfaltohen edhe 2 kilometra të tjera. Ne kemi qenë jashtëzakonisht të privilegjuar që të mund të vim në përkrahje të këtij projekti dhe ndihemi shumë mirë që kemi arritë të realizojmë 2 kilometra të kësaj rruge dhe fëmijët e këtij fshati arrin deri tek shkolla tash në kushte shumë më të mira. Po nuk është këtu fundi i këtij projekti, po paralajmëroj këtu nga vendi i ngjarjes që kjo rrugë do të vazhdojë në të ardhmen për të lidhur rrugën deri tek ura Haxhis, siç e quajnë vendasit, që ka rreth 2 kilometra, dhe do të jetë një rrugë lidhëse shumë e mirë mes Shtërpsës dhe komunës Kaçaniku drejt Tetovës. Pra, është një projekt që ka kushtuar rreth 160.000 euro. 140.000 euro ka investuar Ministria e Infrastrukturës, pjesën tjetër është kontributi i komunës së Kaçanikut. Ju uroj dhe ju përgëzoj që keni arritur që t'i ndërmerrni këto masa për përmirësimin e infrastrukturës. Kjo është një përmirësim jashtëzakonisht i madh. Dhe e di që kjo është duke ndodhur vetëm fal juve, zoti zëvendës ministër, sepse pa vendimin tuaj nuk kish mundur që të arrihet që sot kur urohet kjo rrugë. Dhe gëzohem jashtëzakonisht shumë që me anë të përurimit kësaj rruge nuk do të përfitoj vetëm komuna, por edhe prindërit, nxënësit dhe të gjithë qytetarët. Dhe gëzohem jashtëzakonisht që sot mund të jem i pranishëm në këtë manifestim. Përurimi i asfaltimit të rrugës 2 kilometrshe ka gëzuar shumë banorët e Slatinës së Kaçanikut. Tek ata që banojnë në fshat e mban gjallë arsyeën e mos shpërnguljes, ndërsa për ata që janë larguar ka sjellur në hamendje mbase edhe kthimi në vendindje. Problem për banorët ka qenë gjithnjë infrastruktura, por elektrifikimi me rrjet të ri dhe asfaltimi i rrugës u ka lehtësuar jetën, thonë banorët. Ndoshta ka qenë dashur të rregullohet më herët, po që fati tash, po na jemi të kënaqur, popullata shifët se janë shumë e kënaqur. Megjithëse ka nevojë hala më shumë, jo vetëm me këta më kënaq, po do të kënaqem. Spori faleminderoj ministrin, ministrin Femi Mujoten, i cili se këtë rrugë e ka projektu qeveria, do të thotë. Po shifët më një herë se si vjet kanë filluar që, për morëm shembull këtë jeton Ferizaj qysh para lufte, si vjet ka ndërtu, ka rregullu, ka mbjell, ka bëu që ka gjitha, më një herë kanë filluar fshatar që kanë jetu këtu dhe janë dalë, janë shpërngur në Ferizaj. Tash i gjon gati se veres krejt të punu fushna, se deri vitin e kalu me kërkush ka punu krejt, e kalon do të thot shtjerin. E prej rrugës qashtar, më një herë ka një ndryshim të dukshëm, që fshatarët kanë të interesuar që të punojnë, tukat e tyre, dalin, të freskohen, edhe kanë veç 4-5 shtëpi janë lajmëruar që do të ndërtojnë. Ka vite që shkolla fillore Florian Ischinger është emërtuar me emrin e humanistit gjerman, si shenjë falënderimi dhe kujtimi që Slatinasit ruajnë për të.